Një shembull i veçantë në Llashticë së Gjilanit është biznesi familjar që ka investuar në këtë punëtori për prodhime ushqimore tradicionale, ku janë angazhuar gra në punë. Që prej janarit të këtij viti, biznesi për ushqime tradicionale Magja ka filluar me prodhimin dhe shitjen e të gjitha gatimeve tradicionale shqiptare, duke filluar prej produkteve si fli, pite rrethatore, manti, samza, resenik, pogaçe, buk, gatime po ashtu edhe nga misri, sikurse edhe disa produkte ëmbëlsira fshati siç janë baklava, tatli të buta dhe të forta e shumë të tjera. Gatime që prodhohen veç në furrë druri janë me një cilësi të lartë, pa aditiv dhe me prodhime vendore. Anë pozitive këtij biznesi është edhe për fermerët e këtij fshati dhe në rrethin, nga që Magja po u blen bulmetin për prodhimet e këtyre produkteve tradicionale në këtë punëtori. Konsiderohet se biznesi i cili u krijua me iniciativë të grave që është investuar në vlerë rreth 40.000 euro me një kredi bankare për ushqime tradicionale e bën Kosovën atraktive jo vetëm për konsumatorët, por edhe për turistët dhe mërgimtarët nga diaspora. Biznesi për ushqime tradicionale Magja ka kapacitete të plota për t'i furnizuar dhe restorantet në çdo kohë dhe shpejt me çmime shumë të arsyeshme. Menaxheria e prodhimit Nebahat Haziri tregon se të gjitha gatimet bëhen sipas traditës, me punëtorë dhe konsiderohet i favorshëm për afarizëm nga që janë të inkurajuara me trendin e leverdis. Jam 5 antar familje si moj me këtë punë. Jemi disa punëtore këto që punojnë, po në varet shkem porosia, kemi edhe punëtore ashtu. Sa punëtore në qëtëra? Jemi 5. 5 mendoj me rritë numrin. Po, mendoj me rritë numrin e punëtorëve. Mendoj me rritë ashtu edhe biznesin, besoj se po na shkon biznesi mirë. Pse është edhe një biznes i ri, ka fillu qysh në muajin janar, po besoj më rritë biznesi jonë. Peshin edhe vetë, këto ne punojmë me drum, zakonisht gjithë produktet i bojnë në furra druri, pa aditiv, pa përdor aditiv. Me konsume këto i mormi bilmetin, gjithë bilmetin e mormi këto në fshat, kas, gjiz, apo qumë qatë ke nevoja, kejtë beja janë, pa aditive, pa kështu. Që besojnë të kënaqur gjithë klientë tonë me produktet tonë. Edhe Nusrete Berisha, punonjëse në këtë punëtori e cila nuk përton të gatuaj me brum, tregon se 8 lloje të piteve i gatuan, ndërto edhe pitën e ashtu quajtur me hund, tradicionale vjetër që nuk gatuat aktualisht në për kuzhinat shqiptare. Jo, s'jam leo. Mirë, shumë. Çka ke marrë? Do ko marru pite me hund, po piteve e gjyshës, i thojmë tash. Me djath pite e gjyshës. Ka shumë kërkesa për këta. Ka për këta ma shumë kërkesa, se nuk e din njerës kur e kërkojnë, nuk e din se shka është, a kjo nuk është kur këto pite të qesë mirafsh, kjo ka që të shije, që të ndryshe punohet, nuk punohet si këto pitet. Unë spritoj as pak me punu këto, as një herës punoj me bro me pritu me punu, kejtë lojët i bëj. Kjo është produkt tradicional? Tradicional. është i vjetër? I vjetër është kjo, nuk është tash. Tash nuk rrallë dikosh që mund ma vjetrat me punu, se këto materiat këto nuk mund... është pak si zahmet me punu. Pite me rrëthetori, thojnë. Pite traush, mantia, samca me kos, mantia me djath. Edhe dikosh i lyp me hintha, i lyp shumë. Me spanac, me patate, me hintha me patate e lyp dikosh. Qështë e ka shijen? Po, vojnë, me dhe mbelsire. Ka kërkesa. Kemi pas tash për bajram shumë kërkesa. Baklava, pi poqa, që që thojmë, kena pas edhe poqa shumë, tash për bajram. Lypin dikush shiqerpare, dikush i thot tatli, i lypin. Qështë e do tregi, to i punojmë. Në mesin e këtyre 5 grave është një djalë i ri shofer, i cili kujdeset kënaqshëm për dërgesat e produkteve kudo që po i kërkojnë konsumatorët, në shtëpi, restorant, dyqane. Behar Berisha thotë se të gjitha porositë mbërrin me kohë te klientët në të gjithë Kosovën. Gjitha porositë me kohë mbërrin, dërgojnë na për Prishtinë, na për Gilan, na për kudo vend që bojnë porosia. Gjithë Kosovën. Më shumë të kënaqur. Unë ja kam nis prej janarit. Jam i kënaqur me pagën që e marr. Drejtues të këtij biznesi thonë se si çdo biznes tjetër kanë vështirësi për depërtim në treg, mirë po kërkojnë që përmes donacioneve dhe projekteve me donator të ndihmohet ky biznes në ngritje të kapaciteteve. Isuf Berisha, zëvendës menaxher në Magja, thotë se hapja e këtij biznesi ka qenë iniciativë grave,
për gratë e papunësuara të cilat kanë përvojë për gatimet e shtëpisë. Më shumë t'i ka qenë iniciative grave kjo, sidomos grave që të papuna që janë në fshat këto që din me gatu dhe janë morë edhe ma heret, dhe më thonë me gatimet e shtëpisë, dhe kemi pa të arsyeshme, dhe më thonë të një biznes, mini biznes si ta qujmë ashtu të gjenerohet dhe të hapët për shkak të punësimit grave këto në fshat. Po, ne shumë si profitabil dhe mendojmë edhe në termin me rritë dhe kapacitetet punuse këtu dhe si bas kërkesës tregut, drejtën në që them, edhe presmin edhe për kraje ndoshta edhe për donatorëve tjerë, edhe prej ndoshta edhe komunës e qeverisë. Kemë për kraje sidomos prej strukturave këtu politike të kryetarit komunës këtu, shembull me ai na ka ofruar infrastrukturën siç e patë dhe jo rrugën këtu, kanalizimin tash është na e rregullu. Edhe ajo një ndihmesa, në lidhje me këtë projekt, sa shkon edhe do të përfundoj deri në fund, por na mungon edhe një pjesë e objektit ku bëhet përpunimi i brumeve aty, dhe po shpresojmë që ta gjejmë një donator që ta ndihmoj me këtë investim, ndoshta nuk ka ku me ditë sa, dhe të përfundoj ky projekt me gjitha kushtet e punës. Zëvendës menaxheri ka shtuar se një pjesë e konsumatorëve kanë dëshirë të ushqejnë me ushqim tradicionale, sepse gatimi kryesisht bëhet me dru, jo me rrym apo me gazra të ndryshëm. Sipas tij, magja mund ta gjesh në kafe, shtëpi, familje, restorant, hotel dhe kudo që ndodhen konsumatorët, por tash me ardhjen e mirëgjimtarëve nga diaspora, Berisha pret të shtohet puna dhe më shumë në këtë biznes të ri. E në komunën e Gjilanit, zyrtarët e saj po thonë se Drejtoria për Zhvillim Ekonomik në këto 2 vjet e gjys ka bërë një punë jashtëzakonisht të madhe, duke i koordinuar punët me biznese dhe duke i evidentuar të gjitha ato mangësitë që i kanë prodhuesit. Sipas drejtorit të zhvillimit ekonomik në këtë komunë, Agin Zuzaku, të gjitha këto mangësi kanë arritur që t'i hartojnë apo t'i shënojnë në një strategji të zhvillimit ekonomik, strategji për zhvillim socio-ekonomik për vitin 2017-2021. Sipas tij, ky është një dokument i cili është aprovuar në fillim të këtij viti nga komuna dhe thotë se është një udhërrefys për orientimin e bizneseve dhe zhvillimin ekonomik për komunën e Gjilanit në këto 5 vjet. Një prej obligimeve të cilat e ka marrë Drejtoria për Zhvillim Ekonomik për mi përkrah gratë në biznes është edhe krijimi i një kodit veçantë për mbështetje të grave në kuadër të Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik. Kjo mbështetje është sado e vogël, mirë po i ndihmon bizneset për me ecë. Bizneset problemin kryesor e kanë në nivelin qendror, nuk e kanë në nivelin lokal. Për shkak që ne këtë vit i kemi hek taksat komunale të gjitha për bizneset, kemi kriju klimë të favorshme dhe si rezultat i kësaj, domethënë kemi edhe diku në bazë statistika nga qendra për regjistrimin e bizneseve diku për 30% një rritje të regjistrimit të bizneseve. Domethënë kjo 2016 me 2015. Për një vit, mesatarja që regjistrohen në komunën e Gjilanit arrin diku në 800 biznese. Numri arrin diku rreth 5000 biznese, vogla të mesme. Ndërsa sa i përket përkrahjes drejt për drejt të bizneseve, Zuzaku thotë se kanë pasur disa donacione të vogla nëpërmjet organizatës gjermane Help, e cila ka ndarë diku 49 grante të vogla për bizneset.